Po kjo shije që ka qenë një organizim pak a shumë nacionalist. Unë nuk më thonë sikur dy parafalësit e me që kjo është me një e Kurdisën e Beograd, por ma shumë kjo flet për mënyrën se çu jetojnë të rinë në veri, që janë të mbushur me këto elemente nacionaliste që halo e shohin Kosovën si pjesë e Serbisë. Unë ma shumë këto e shohë që Serbia ka përdorë. Ke një replik dhe pas ta i këthemi, sepse nuk do ta kemi dhe të formë të rrëtë. Vetëm shkurt diçka. Polici njëjtë, në një vitit të ma hershme, shije të këjtoni politikani sërbë që unë nuk flas sërbisht vetëm shqip. Më falë, ti e polic në veri të Kosovës, ku shumica në atje janë sërbë. Edhe ti si polic është mirë me folë dhe serbishtën. Nëse nuk e folë serbishtën, nuk është momenti që policia e Kosovës në shkoqë nacionalistë e Veriva. Plaka i thotë që nuk është në fakt, mendon se është inskenuar në Beograd dhe kundërshton idenë që polici i Kosovës duhet flasë serbisht atje. Shkurt, pse është e inskenuar në Beograd është treguesi se ajo ngjarje u përsërit edhe në qytetin tjetër. I kemi parë video domethënë të demonstrantëve të cilët pas incidentit me këtë djaloshin që ishte i shënjuar me ngjyrë në qafë, domethënë edhe në Zubin Potok e kemi pasur të njëjtën video, mendoj që Klan Kosova e ka këtë, sepse u kam dërguar me kohë. E dyta, pse nuk duhet polici ose pse nuk është patjetër polici të flasë në gjuhën e tjetrit, e para mund të jetë që polici nuk ditë të flasë serbisht. Për shembull, unë personalisht i gjeneratës 86 në fjalorin tim të serbishtës i kam vetëm 3 ose 4 fjallë dhe ato dhe më thënë të një zhargonit të cilin dhje. Por nuk ka lidhje, problemi është, apo dona në një policie cilës i besojnë njerëzit në veri. Të flasë serbishtën. Nëse një polic si pas vullneti nuk flet në gjuhën e tyre, ata nuk do t'i besojnë dhe kuptimi është të krijohet afërsia. Që më ndërtu raport ata? Ata mendojnë ata çfarë të duan. Në Austri flet gjermanisht polici, nuk pyet fare në cilën gjuhë je ti. A është Austria dhe Kosova njëjtë korapa? Ata e din për shembull gjuhën angleze, por nuk qasën në gjuhën angleze absolutisht. A i ke vend të rezervume? A i ke një yll shtesë për këtë komunitet në flamë? E hona kran, në sakë, një detaj du me të regu. Në të pletsoj pak që dëve. Unë personalisht du të pajto me një qështje që vullneti po e ngritë. Me të drejt, kujtoj që policia e Kosovës, zyrtar policor të cilët operojnë në veri, duhet kënë trajnimet veçanta, kujdes shtum, e sidomos në këtë situatë komplekse, sepse... Nëse të ndodhte në Prishtinë, Elizi, sot ishte befasi, ndoshta do t'i zinte në befasi, por nëse ndodhë atje, ajo dihet. Për shkak se nëse arrin që protestust, ose në këtë rast atë studentet, me shfrytzu policinë e Kosovës, që është i përgatitur në zyrtari, nuk duhet tjetra që duhet të vetëm në këtë detaj, që pajtona saksisht. Unë nuk e di kush është polici në këtë rast, se vullneti e përmendi se i njëti pas ka pas një veprim të mëhershëm, këtë nuk e di, me gjithat. Policia e Policisë Kosovës duhet me reflektu dhe duhet me vepru në kodrët mandatit. Se kemi hapur një sondazh për njerëzit që na shohin, a ishte incidenti me maturantin në veri i inskenuar po ose jo? Unë dua të kuptoj për shikuesit që na shohin çfarë incidenti tjetër ka shkaktuar ky polic më herët, vullnet. Nuk ka qenë incident. Ka qenë një proteste e komunitetit serbe më duket politikanit Arsenović para një stacioni policor në veri, edhe i njëjti polic dëgjohet edhe shihet të i thonë të njëjtit që unë nuk flas serbisht veç shqip. Unë po du me kallëzu një rast se cili ka qenë në gjatë pandemisë, që kam bërë një udhëtim në për tundet e veriut. Edhe atëherë kanë qenë ata policë të cilët kanë paskalu për aty sistemit paralel në këtë sistemin e Kosovës. Edhe asnjë prej tyre policëve nuk folke shqip. Unë, kër më kanë dalë 2 herë, dhe më kanë denu për mbajtjet e maskës, sa nuk i di për çka së më kujtohet saksisht, unë e kum një vetën si kur nuk jam në Kosovë, kur polici nuk ka ditë me më folë shqip. Ideja është, na apo do na me ndërtu besim tek policia e Kosovës. Na nuk duhet me shku me usilë në qytetarët e zakonshëm serb atje,
me tone nacionaliste. Na bile të me shumë sa ma shumë policë serb në veri. Janë grupet e instrumentalizuara Por pikrisht janë grupet e instrumentalizuara. Pikrisht instrumentalizuara të nuk trajtosh me dëshira dhe vullnete. Grupet e instrumentalizuara në nështrohen regjimit të cilës shteti duhet të veprohet ndaj tyre. Shumë faj, vullnet, a ka mundësi ta dëgjojmë zotri Blakaj, sepse në këtë moment filloj me shpjegu për atë për çfarë edhe e pyete vullnet, kështu që ta lajmë se s'po mujna dy të bashkë. Ato janë grupet e instrumentalizuara. Nëse ti të flas, atëherë do të interpretohet që i njëjti po punon kundër tyre. Ato janë grupet e instrumentalizuara të politikës dhe të shtetit dhe të organët sigurisë së shtetit serb. Dhe si të tilla duhet të trajtohen nga organet tona dhe mendoj që janë trajtuar mjaft profesionalisht. E fundit për shkak të kohës të cilën jemi dakorduar. Në çfarë gjuhe flet policia e Serbisë në një protestë eventuale në Preshevë me banorët shqiptarë? As nuk bëhet ai krahasim. Ta shikojmë kushtetutën e Serbisë, kushtetutën e Kosovës edhe pastaj ka dallime. Ju lutem, lejoni organet e sigurisë të veprojnë edhe të komunikojnë ashtu si ato vetë kanë të përcaktuara. Me tone patriotike. Këtë qartë është ka përtuate. Nejt e duam këtë vend sa do ti. Ideja është si mos ta krijojmë hapësirën të keq përdoret politikisht kjo punë. Justifiku, dhunë. Por, zotri Lezi, vullnet e ke ngrit një çështje shumë interesante, zotri Blakaj, faleminderit shumë që ishe me ne, mund ta lërosh studion pa problem. Sepse ka një obligim, jo për një. Ka një obligim. Faleminderit shumë që ishe me ne, po të lëm ta lërosh studion, patjetër tash. Zotri Lezi, një çështje shumë interesante e ngriti vullneti. Çështja e kthimit pra ndrimit të vendit ku shërben ky polic. Tash, është kjo një praktik e cila përdor zakonisht nga policia për të pasur një gjuhë më të mirë të komunikimit me cilin do etnitet brenda vendit, apo thjesht është një hap prapa nga policia duke e kuptuar gabimin, sepse janë dy forma se si mund ta kuptojmë këtë veprim, si një veprim i matur policor apo si një pranim i gabimit dhe heshtje. Jo, unë personalisht duhet të besoj, ju e dini që jam mjaft kritik sa i përket punëve të operative policore në teren. Në rastin konkret, në kujtoj që është bësi një situatë jo për ta pranu gabimin. Edhe pse, mos të harrojmë se IPK-ja kishte filluar dhe procedurë për me konstatu nëse ka pas dhunë të Është çështje normale, zyrtarisht ashtu duhet të shkojë. Sa ka një ankesë, IPK-ja ka obligim. Unë pajtohem saktësisht me ato që... Sepse kishim edhe kërcënime ndaj policit. Tash ne duam të dimë nëse ky polic është ndjerë i sigurt në veriun e Kosovës, apo policia e Kosovës është ndjerë e sigurt për ta pasur atë person aty, apo ky person është ndjerë policia se është problematik dhe e ka larguar. Ajo që unë dua të ritheksoj, edhe pajtohem saktësisht me këtë që sapo e tham këtu bashkë, se policët tonë, cilët veprojnë në 4 komunat me shumicë serbe, duhet të jenë më të kujdesshëm në brifingjet. Sipas organizimit policor, në mëngjes bëhet një briefing dhe uzohen policë për mënyra se si kanë me vepru. Dhe duhet të uzohen ata që ndaj grupe caktume, individe caktume, duhet këtë kujdes sepse të njëjtit mund të bëjnë veprime të tilla për të justifikuar më pas edhe veprime të dhunshme. Sepse terreni është i tillë, situata. Besoj se edhe vullneti këtu e ka qëllimin që me pas një kujdes mos me justifikuar. Është edhe një detaj që nuk na shkon shumë për shtati. Vullnet, besoj që edhe me ty mund ta diskutojmë këtë detaj. E ke vrej që shumica policëve në veriun e Kosovës janë me të vërtet 3 në moshë dhe jo me shumë përvojë të madhe. Basen do një policë me më shumë përvojë do t'i shasej më ndryshe atij grupi dhe do të kalonte pa incidente? Qëre, ai vakumi që e kalon policë serb që janë tërheq vite më parë, është mbushur me këtë policë të ri. Unë mendoj që kjo është pak një çështje e gabueshme, por mund të jetë edhe është menduar me qenë pak më frytdhënëse, me qenë se të rinjtë kanë edhe një farë komunikimi pak më të afërt me njerëz. Por çka kanë vrejt, e kanë vrejt një dozë të nacionalizmit, i cili është pak a shumë për shkak të një përkrajes publike që merr në rrjetet sociale. Shihni për shembull këtë videon e policit kur i thotë që unë flas vetëm shqip e jo serbisht. E ka një gëzoni pa përkraje ti për të madhe tek publiku. Sakt. Unë mendoj që na nuk duhet, na nuk na vyn që kjo formë